Në thellësitë e historisë njerëzore, ekziston një mister që nuk ka pushuar kurrë së intriguari mendjen e njerëzimit. Një histori që sfidon logjikën, që kalon kufijtë e kohës dhe që ngre pyetje të cilave ende nuk u është dhënë përgjigje. Një histori për një qytet të humbur, për një civilizim të zhdukur, për një botë që ndoshta ka ekzistuar dhe është zhdukur pa lënë gjurmë. Dhe kjo histori ka një emër: Atlantida. Për mijëra vite ka ndezur imagjinatën e njerëzve, historianëve të së panjohurës. Një emër që lidhet me një pyetje të thjeshtë por të fuqishme: a ishte Atlantida reale apo thjesht një mit i krijuar për të dhënë një mesazh? Dhe ndërsa shumica e botës e ka kërkuar këtë qytet të humbur në oqeane të largëta dhe vende misterioze, ekziston një teori që e sjell këtë mister shumë më afër, në brigjet e Adriatikut, në një qytet që sot njihet si Durrës, një vend me histori të lashtë, me shtresa civilizimesh dhe me sekrete që ende nuk janë zbuluar plotësisht. Dhe kjo teori ngre një ide tronditse, po sikur Atlantida të mos ketë qenë kurrë aty ku kemi menduar, po sikur ajo të ketë qenë këtu, shumë më pranë. Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi pas në kohë, në Greqinë e lashtë, tek filozofi i madh Plato. Ishte i pari që përmendi Atlantidën në shkrimet e tij. Në dialogët Timeus dhe Kritias, ai përshkruan një ishull, një fuqi detare, një qytet të organizuar në mënyrë të përsosur, me kanale ujë, me arkitekturë të avancuar dhe me ushtri të fuqishme. Një qytet që u zhduk brenda një dite dhe një nate nga tërmete dhe përmbytje të mëdha. Dhe sipas përshkrimit të tij, ndodhej përtej Strait of Gibraltar. Këtu lind dyshimi i parë: a ishte kjo një vendndodhje reale apo një metaforë? Platoni nuk ishte një historian në kuptimin modern. Ai ishte një filozof që përdorte histori për të shpjeguar ide. Shumë studiues besojnë se Atlantida ishte thjesht një alegori për arrogancën e civilizimeve, një paralajmërim se edhe shoqëritë më të fuqishme bien. Por nga ana tjetër, përshkrimet e tij janë aq të detajuara, saqë është e vështirë se janë imagjinare. Dhe pikërisht këtu fillon kërkimi. Një kërkim që ka çuar njerëzit në ishuj si Santorini në Mesdhe, në Atlantik, madje edhe në Antarktida. Por asnjëherë nuk është gjetur një provë përfundimtare. Ndërkohë që kërkimet vazhdojnë, disa teori alternative kanë filluar të shfaqen. Teori që sfidojnë idetë tradicionale dhe që sugjerojnë se ndoshta ne kemi kërkuar në vendin e gabuar gjatë gjithë kohës. Dhe një nga këto teori na çon në Ballkan, në brigjet e Adriatikut, në një qytet që ka qenë gjithmonë një pikë strategjike, një port i rëndësishëm, një vend ku janë takuar kultura dhe civilizime. Ky qytet është Durrësi, i njohur në antikitet si Dyrrachium. Një qytet me histori mijëra vjeçare, që ka përjetuar pushtime, tërmete dhe transformime të mëdha. Qytet që ndodhet në një zonë sismike aktive, ku toka ka lëvizur dhe ka ndryshuar formë gjatë shekujve. Dhe kjo është ajo që i jep forcë teorisë. Sepse nëse një civilizim i lashtë do t'ishte zhdukur nga një katastrofë natyrore, një vend si ky do t'ishte një kandidat i mundshëm. Dhe disa studiues alternativ sugjerojnë se nën ujërat e Adriatikut mund të fshihen struktura të lashta, mbetje të një qyteti që është zhytur me kalimin e kohës. Megjithse këto ide janë intriguese, ato përballen me një problem të madh: mungesën e provave konkrete. Sepse deri më sot nuk ka asnjë zbulim arkeologjik që të lidh drejt për drejt Durrësin me Atlantidën. Kjo e vendos këtë teori mes shkencës dhe spekulimit. Por historia na ka treguar se shumë zbulime të mëdha kanë filluar si ide të guximshme, si teori që në fillim janë refuzuar dhe më pas janë provuar të vërteta. E kjo është ajo që e mban gjallë këtë mister. Sepse njerëzit nuk ndalojnë së kërkuari, nuk ndalojnë së pyeturi, nuk ndalojnë së imagjinuari.
Ndërsa shkenca vazhdon të kërkoj, misteri i Atlantidës vazhdon të jetoj, jo vetëm si një histori e së kaluarës, por si një pyetje për të ardhmen. Një pyetje që na sfidon të rishikojmë atë që dim, të dyshojmë në atë që na është mësuar dhe të kërkojmë më thellë, sepse ndoshta e vërteta nuk është aq larg sa mendojmë. Ndoshta ajo është fshehur në vende që i kemi parë çdo ditë. Ndoshta ajo është nën ujëra që i kemi kaluar pa i kushtuar vëmendje. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, përgjigja për një nga misteret më të mëdha të njerëzimit nuk ndodhet në fund të botës, por këtu, në brigjet e një qyteti të lashtë, duke pritur të zbulohet, duke pritur që dikush të bëj pyetjen e duhur. Sepse historia nuk është gjithmonë ajo që duket. Dhe ndonjëherë, e vërteta është shumë më e çuditshme se çdo mit që kemi dëgjuar ndonjëherë.